Alban Kastrati flet për Sunny Hill Festival, një nga festivalet më të përfoluna të Evropës për 3 vjet rresht. Vitin e kaluar pati një edicion rekord me pjesëmarrës nga mbi 60 vende të botës, gjeneroi rreth 22 milion euro ndikim direkt ekonomik për Kosovën dhe çoi kapacitetet e akomodimit në vend gati 99% të rezervuara gjatë ditëve të festivalit. Sunny Hill është renditur ndër top 10 festivalet më të mira në Evropë, sipas shoqatës evropiane të festivaleve të muzikës me selin në Holand. Çka do të ketë si vjet, me cila data do mbahet, detajet na i shpalos Albani i famshmi. Ke nis mund diskutu dhe gjatë vitit, jo vetëm gjatë kohës Sunny Hillit. Tash unë personi i famshëm këto, jo Edita. Më fale bash, më shëndet. Të gjithë po e presim Alban. Faleminderit, po du më lidh me një detaj shumë interesant se ma kujtove një informat të rëndësishme që nuk e kemi zbuluar ende. Fole për ngjyrat. Po. Qysh Sunny Hilli po i bjen ngjyrë Prishtinës, e se vjetë se dja keni vrejt që na ngjyrat e kemi të njëjta me Kosovën. E kemi vrejt në postimet e juja dhe ato ngjyrat do ta përfaqësojnë gjithë festivalin. Ky ka qenë edicioni, po më qëllimi dhe ideja e këtij edicioni, kemi dashur me shku me ngjyrat e flamurit Kosovës, me kaltërtën dhe me të verdhën, për një arsye. Sepse për kemi botën. pas, jo, edhe për botën natyrisht, po sepse edhe kemi pas lojën me Turqin edhe kualifikimin e botnor dhe kemi dashur një farë shtytje me adhonë edhe me kriju një atmosferë festive edhe me u mundu me u kualifiku, natyrisht ishim shumë afër, po ka qenë një farë feste parakoshme që ne kemi fillu me ngjyra, edhe po natyrisht që po dojmë mi sjell ngjyra Prishtinës edhe krejt Kosovës. Alban ka ra Sunny Hilli edhe ditë të shqiptarit në Gjakov, ku fillu me mendu me i bo 2 hoteles me fitu në këtë kohë. Po më doket edhe ka nisi biznese ma shumë u marrë me hotele, shkaku i festivalit, interesimit madh, jo vetëm i festivalit, por në atë kohë hotele Airbnb është full në Prishtinë. Po në fakt jo vetëm në Prishtinë, në krejt qytetet për rreth. Nduket herën e fundit edhe në Shkup ka pas rezervime. Po ka pas edhe në Shkup se është tash shumë afër, 1 orë, po Prishtina, po edhe krejt Kosova po mbushet me akomodim, nëse zgaboj sipas disa dhënave, krejt Kosova i ka 10.000 shtretër në dispozicion. Po këto nuk besoj që hyjnë në Airbnbs. Kështu që ne me trendin e rritjes që po e kemi, nuk besoj që kemi me pas kapacitet me përballu krejt njerëzve që kanë me ardhur në çdo edicion në Sunny Hill. Pra me bo një hotel ajo? Me bo 2 nëse mundesh. Nëse mundesh 2 si shpejt, na kryjm punë, na ti blejm këtë dhomat, s'ka problem. Kërkesë ka, mundësi sa dush, po ju keni kritere. Po në fakt musafert zgjedhin, kështu që sa më kushtet, sa më të mira, aq më shpejt është het. Kështu që krejt edicioni i kaluar, për shembull viti i kaluar, për ai para prak, kanë kriju kërkesë të jashtëzakonshme, jo vetëm për hotelerin, po edhe për gastronominë, edhe për shembull, mund ka tregu dikush interesant si fakt, tha unë kam një rent të karë në Vushtri edhe një në Mitrovic. Tha në momentin që jo keni fillu me i qit datat, mu më rezervu krejt veturat edhe tash po e rris biznesin se nuk ka mundësi me përballu kërkesën. Kjo po flas kur dëpërton impakti ekonomik edhe në qytetet më të vogla dhe në qytetet pak më larg Prishtinës, e s'po flasim për fushë Kosovën, Obiliqin, Lipjanin, Ferizarin. Tregom çka ka me pas si vjet. Si vjet. Mos më fal në përgjithësi, po tregom për konkret çka ka me pas, 2-3 detaje pak. Jo detaje, po 2-3 artista. 2-3 artista, javën tjetër nëse s'gaboj. Shumë shpejt. Po a ka me performu Dua Lipa? Jo, Dua nuk ka me performu, sepse edicioni vit kaluar e ka qenë në turin e saj global, edhe natyrisht që tash... Por do t'jetë prezenta, po? Po, ajo e ka si zëtim edhe dëshirë që me qenë musafire e festivalit në çdo edicion, sa herë që ka mundësit me performu, ka qef me performu, mirë po jo me bo çdo vit, edhe vitin kaluar ka qenë turi global, prandaj edhe është bojë mundër. Qa dush nga festivali që na pret si vjet? Hajtë zbulo diçka për një të lutem. Po presim shumë njerëz me ardhë në festival. Ja, këta e dim ne, prej skenës, të lutem. Po kemi pas edhe, sigurisht edhe 2 skena të reja. Ideja jonë është që ta zgjerojmë programin, të mundohemi të mrim në 24 orë program, endi nuk kemi aty, po tash po do me fillu me një skenë të ditës, e cila fillon, si me thonë, prej orës 2
të ditës edhe sjell emra shumë të rëndësishëm të muzikës, qoftë vendore, qoftë rajonit, qoftë ndërkombëtare. Domethënë është skenë serioze e ditës. Mas ne fillon skena kryesore, si më thon prej orës 5 deri në ora 12, 12:30. Cili zhanër keni më japë përparësi si vjet? Pra nëse po kemi dy zhanre që po mendoj me i shtun këto skena të reja. Është muzika elektronike edhe bendet e reja të muzikës pop e rock. E në përgjithësi në festival, cili zhanër jepni si vjet përparësi? Po ne kemi një farë programi që është me ditë. Për shembull, dita e parë zakonisht i është kushtuar muzikës pop. Njëjtë, okay. Mas ne dita e dytë e hip hopit, e përzimi edhe me pop edhe me elektronik në to skena tjera. Edhe natyrisht mas orës 12 e kemi skenën C4 që si vjet ka me u duk e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme, edhe vitin e kaluar më duk shumë mirë. Mirë po tash kemi disa partneritete të reja me disa produksione shumë të rëndësishme holandeze edhe të vendeve tjera, edhe besojmë që kemi me sjellësi edhe në pamje se si duket skena, po edhe në mallësi, edhe me shtu dhe skena të reja. Kur shtojmë skena të reja, i bie që shtojmë edhe shumë artist në ato skena, kështu që programi po pasurohet, po zgjerohet, ndërsa hapësina sado që është e madhe dhe e bollshme, kur po vinë kaq shumë njerëz, kaq shumë artista, po duket se prapë kemi pas nevojë mos gjenu dhe me rrit. Rezervimi i biletave ka filluar, prej cilave shtete kanë filluar me rezervu? Prej plot vendeve, po për shembull, sikur vitin e kaluar, Turqia prej vendeve të huaja po më duket që është tu kryesu, mas ne kemi Zvicrën, Gjermaninë, Amerikën, Anglinë, Irlandën, edhe vendet të rajonit, edhe Italia. Po natyrisht është një masë e madhe njerëzve që janë shqiptar të diasporës, natyrisht ata kanë filluar tash me i sjell edhe mesit e tyre, edhe sipas trendit, dikun rritja si vjet prit me qenë dikun në masën 30% në raport me vitin e kaluar. Vitin e kaluar kemi pas rekord, kështu që po thyet edhe rekordi joni i brendshëm. Tregom datat, cilat janë, adresa, me filluna, me rezervu bileta, për me mujtë me shfrytzu një çmim më të mirë. Në fakt, tash jemi në fazën e fundit të biletave Believers që i dedikohen atyne pjesëmarrësve ma lojal të festivalit, cilët i blejnë biletën pa e ditë se kush ka me performu. Sa bukur i keni thirrë Believers. Po, natyrisht ata i vlerësojnë mas shumëti sepse ata besojnë në festivalin, në brendin e festivalit edhe në befasinë që e sjell ose line-upin që e sjell festivalit për çdo vit, edhe janë edhe pak ditë në grupin e biletave Believers që zakonisht është pothuajse gjysma e çmimit të rregullt. Kështu që ti sot për shembull mundesh me ble biletën Believer me gjysmën e çmimit të plotë që do të jetë në fazat më vonshme. Pra, është faza më interesante për ka aspekti çmimit, ndërsa ata që dojnë pak me shkunë sigurt dhe thonë jo peshon një line-up e mas ne vendosi, ata natyrisht që paguajnë një çmim të rritur. Kështu që është mundësia e fundit për ata që dojnë me pas për shembull i kemi 3 ditë të festivalit, 31 korrekt 1 dhe 2 gusht, edhe me bilet që shkon rreth 30 pak euro në ditë si mesatare. Kështu që për emrat që do t'i sjellim, ne e kemi kështu brenda ekipit e kemi thonë një sens që me shumë gjas si vjet parti më i mirë në Evropë ka më qenë në Prishtinë. Kështu që nuk ka arsye me u frigu a me ble biletën Believer tash, sepse aty është bukur edhe veç për ambient më ardhë, edhe nëse për momentin është një artist që ti nuk e ki favorit, ambienti, fryma që ta jep, unë kom qenë bile me fëmijë kur ishte Dua Lipa, ata janë kënaq, unë jam kënaq, ushqimi ishte gjithçka lehtë e qasshme, jo e vështirë, edhe prej studios Radio Dukagjini që i kemi pas brenda, kanë ardhur shumë miq tjerë që na kanë dëgjuar se ja vlen më ardhë dhe nuk e ke vështirë më ardhë. Sakt. A do ta kemi Radio Dukagjini brenda prapë si vjet? Po, ti kur e përmende bukurinë e hapësirës, natyrisht që secila palës, secili partner i festivalit e zbukuron pjesën e vet, njëjtë ka bërë Radio Dukagjini vitin e kaluar. O zot, sa rini e shteteve të huaja kanë ardhur dhe kanë fol direkt për radion. Apo? E flisnin për festivalin, ka qenë shumë bukur. Mos më keni thirrë me ardhën në studion ju. Unë kom marrë me po. Ato net si kemë të kryp no, ne as nuk të thrasim me të pengu. Që Donika po ankohet, po proteston, po thotë kom thirrë, është e vërtetë që më ka thirrë. E fundi do jemi apo s'do jemi si vjet me studio, Radio Dukagjinit brenda? Me siguri që po, edhe tash bashkë me Donikën edhe me Editën kemi me bo plane interesante për me. E kemi një plan, do ta prezantojmë një herë pas programit, është shumë i mirë.
Okej. që e kemi bogati. Super. Faleminderit Alban. Faleminderit juve për mundësinë. Ky është intervista fillesare, ne do të jemi bashkë her pas here, sidomos kur tashmë filloni edhe me zbulu artistat. E ju që doni me shfrytzu çmimin e mirë të biletës, si una aeroplanit, nxirreni tash biletën për te Sunny Hilli. Datat. 31 korrekt, 2 gusht. Okej, 31 korrekt, 2 gusht. I domosdoshëm festivali, është i domosdoshëm. Sidomos me ardhë në grupe edhe me përjetuesit të plot, sepse nuk është koncert, nuk është një shfaqje 2 orëshe që ti vjen një natë dhe thu isha e poshtë duan ose Shawn Mendes ose ti duhesh me ardhë që ashtu sikur e dita me fëmijë ose me familje. Edhe është lidhja më e mirë emocionale që mundesh me bë, qoftë me fëmijët, qoftë me shoqërinë, sepse përjeton një eksperiencë që natyrisht në Kosovë nuk e edhe festivali Alban disi i bën të gjithë njëjtë. Ti je një ambasador, je një VIP, po çush do ti në një hapësirë, sillesh me ta, flet me ta, bën muhabet, ndoshta se ke pa. E kjo barazia që po jep gjithë kësaj shtrese, mu më ka pëlqyer shumë. Jashtëzakonisht. Veshja, rinia e bukur tëna të mirat. Po flasim prapë për Sunny Hillin. Faleminderit Alban. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi.